Faleminderit gjithëve që kanë marrë pjesë në këtë aktivitet dhe e kanë bërë realitet ëndrrën po vazhdojnë ta bëjnë realitet ëndrrën e qytetarëve të komunës së Obiliqit për një ambient më të pastër. I ftoj të gjithë organizatat ndërkombëtare që të na ndihmojnë që ta bëjmë një ajër sa më të pastër për qytetarët e komunës së Obiliqit. Zotëriun Dadllë që po na ndihmojnë me këta dronjë për ambientin tonë. Unë dua ta shfrytëzoj rastin si kryetar komune, t'i bëj thirrje qytetarëve të komunës tonë që ta mbrojnë ambientin, që të mbrojnë drunjët që po i mbjellim dhe pres që në vitin 2026 ta shpallim qytetarin ambientalistin më të madh nga komuna e Obiliqit, që sigurisht do ta ketë edhe shpërblimin nga ana e komunës. Është projekt apo donacion nga UNDP dhe Ministria e Financave të Shtetit të Slovakisë. Really happy to be here today. Excited to have so many young people with us. I think one of the great things about this project and the ownership that the mayor's team has put on this project has been really instrumental as well. And we're also grateful to the Republic of Slovakia for supporting this work. Previous job was in health, and I know from that even being near trees is enough to improve mental health. So I'm very excited, and I look forward to Obilić being known more for these kinds of things. And since the project is about experimentation, we think this is going to be a successful one that we want to replicate beyond Obilić. Jam tepër impresionuar për iniciativën që ka marrë kjo organizat. Pashtë falenderoj edhe kryetarin i cili është mjaft bashkëpunues me projektet ku të cilat që kanë për qëllim për ta bërë Obiliqin tonë sa më të gjelbërt dhe shpresoj se kjo të jetë një mësim për neve dhe për të gjithë se bota duhet të jetë për një me zhvilluar dhe vetë destinacioni ku i cili është përgjithër tepër i bukur, pasi që pranë termocentralit dhe kjo të ndikoj jashtëzakonisht mirë në shëndetin tonë për fëmijët dhe për të gjithë.